Ajo kishë pëngu për shembull nëse tash na folin për një mashkull, tapi vetë për një femën. Po. Nëse s'kish hujt me bo fëmijë për shembull. Gruaja? Po. Për të krejt vlen kjo. Okej, u po foli për Krejt vetin. njëherë ta ngoj djalin, si djali t'ju drejtova. Unë e kom dasht ato njerë para se me ditë këtë sënë, do më thonë nëse ndodh, besoj që jo. A mo qëto është shumë zatë? S'kisha reagu, isha mërzit, po kisha vazhdu me to. Bravo. Që ma tepër. Po pëse më tash ka teknika të reja plot që më nështë mi bo fëmijën tonë edhe në mënyra tjera. Po normal. Ti pse ti po? Jo, kishte pengu, po se si do kisha reagu nuk e di. Nuk e di. Besoj se është ajo që tha ti ka mënyra tjera. Jo, po ti tha i prejnë, mu po, ti u prejve fillë. Kishte pengu. Së të milion Benitën, mas ne dhe ose dhe përgjigjet Benita, mas ne ti. A bënë edhe njerë pytjen, se ka shtë të këshyrës, në bashkët, s'ka shtë të ngu. Varja, ka të në Benita dhe. Të thonë që kjo është manipulus. Ona, normal që po, se faktikisht kiti kena qef me kriju një familja, apo kuptan. Nëse kështë dosh dikon shumë. Jo, unë e mundas, isha ndas, tash mu kanë dalë dhe metodat me mba fëmina, apo kuptan, ish pa pas mardhanja. Kështu që nuk isha nda. E kisha ba fëmijën në mënyrë tjetër. E nëse ti lak, hajde pimarim lak shoft, ajo okej, ajo është okej, ti si okej. Qish, ajo është okej? Aj, po, ti s'mundesh me të shtatë tonë, ose ti s'mundesh me bo beben. Nëse ajo është okej, edhe për mu është okej, pse jo? Apo kuptan, kështë që sa për atë punë, zdi une gjithë e kom në mene, kështë kur vjen puna e fëmijës, edhe me adoptu. S'ka sa ma të mirë. Me adoptu një fëmijë. Zdi une sho mirë, si gjest human të mirë, pse jo? Me një mu dikon. A din se të bëhet si fëmija jotë, edhe të njëjtën ku edhe bën mirë. Jo qa menoni për qëtë pjesën e adoptimit? Ti ki fëmi. Jo, në doni gjithë këmë pas shef. Me adoptu? Jo qa Edhe kësha menoni? shef na i kanë në Afrika, dika që shtu normal. Po. Shoni ma, po. Si aventurë pas ke marë. Jo, po isha tut, mas në këtu, adin që mentalitetit e na mu kishë rritë ma ndryshe. Adin ishë para gjykua, kështë. është debat i vështirë. Ko gjë? Po jo, janë edhe ka edhe plot, është procedura e gata, ajo për me dashti mi adoptu një fëmijë, duhesh më konë dhe martume, me pas kunore, më konë. Me pas të ardhë unë asanem që mja vërtetua a i kisë kushtet për me mbajt një fëmijë. Që dhe?